Lam të mirë pa gjumësi, 3 ushqimet që duhet të konsumoni çdo ditë për të fjetur si qinj. Miliona njerëz në mbar botën përballen me probleme siç është për shembull pagjumësia. Përveç stresit dhe problemeve të përditshmërisë, një shkak i madh i pagjumësisë është gjithashtu edhe ushqyerja e keqe. Edhe pse ekspertët rekomandojnë se nuk është mirë të hahet të paktën 2 ose 3 orë përpara se të shkoni për të fjetur, shumica e personave përsëri bëjnë këto gabime. Ndaj, nëse doni të evitoni këto shqetësime dhe të keni gjithashtu një gjumë më të mirë gjatë natës, duhet të ndiqni këto këshilla, të cilat do luajnë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve, gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas hulumtimeve nga Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, 1 në 3 persona nuk fle mjaftueshëm gjumë gjatë natës, dhe kjo mund të sjellë gjithashtu edhe një sër krijimish të problemeve të trupit. Shumë njerëz janë mësuar me pagjumësinë e natës dhe i zëvendësojnë orët e humbura gjatë ditës, por kjo nuk do ta lehtësojë lodhjen që mund të ndjeni. Ushqimi përpara gjumit gjithashtu mund të jetë një nga ndikuesit më të mëdhenj të krijimit të këtyre shqetësimeve. Ndaj, nëse doni që të mos vuani prej tyre, atëherë sigurohuni që të ndryshoni dietën tuaj, edhe të gjeni gjithashtu edhe zgjedhjen përfundimtare. Sipas Michael Grander, drejtori i Universitetit të Arizonës, të cilët merren me hulumtimet e gjumit dhe shëndetit, kanë cilësuar gjithashtu se disa hapa të thjeshtë që mund t'i bëni në përditshmërinë tuaj mund të luajnë një rol pozitiv në reduktimin e këtyre shqetësimeve. Nëse shkoni në shtrat të urritur, ekziston një probabilitet i lartë që të zgjoheni të lodhur gjatë natës dhe gjithashtu të hani ushqime të bollshme. Megjithatë, nëse ushqimet e caktuara kombinohen me një ushqim me rreth 150 kalori, atëherë mund të flini edhe në mënyrë të kontrolluar. Një porcion i vogël me drithrat siç është kosi në kombinim me të është efektiv për një gjumë të qetë dhe të gjatë dhe pa probleme kryesisht gjatë periudhës së natës. Sipas një studimi nga gazeta europiane Journal of Nutrition, njerëzit të cilët kanë edhe pagjumësi të tillë, në mëngjes dhe në mbrëmje përpara gjumit, e pinë një gotë me lëng natyral të dendur të vishnjës, flenë me të paktën 40 minuta më shumë dhe më shpejt se personat të cilët nuk e konsumojnë atë. Për të ngopur me gjumë gjatë natës, praktikoni më shumë darkën me oriz, jasmin dhe me perime. Lakrat e gjelbra e të përgatitura me qep dhe supë ose në pasta, gjithashtu do të lehtësojnë edhe pagjumësinë. Është e rëndësishme të dini se cilat ushqime janë aleatet më të mira të shëndetit tuaj dhe cilat ushqime duhet t'i largoni nga dieta juaj. Nëse jeni një person që vuani shpesh nga problemet e pagjumësisë, ka ardhur koha që të ndryshoni ritualin tuaj të ushqyerjes dhe të ndërmerrni hapat e duhur për t'i thënë edhe lëm të mirë problemeve të gjumit. Pagjumësia duhet të luftohet me anë të produkteve natyrale. Sipas Lip Speaker, në këtë video do të rendisim disa nga produktet më të mira natyrale, të cilat duhet t'i shtoni në dietën tuaj për një gjumë më të mirë. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban nivele shumë të mira të tripofanit, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenjën e lamtumirës së pagjumësisë. Hormoni melatonin prodhohet shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi mund të nxjisë gjumin edhe te ata persona që vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji mentes. Çaji mentes është një tjetër produkt natyral, i cili në kombinimin e duhur të dietës suaj mund t'i japë rezultate fantastike në lehtësimin e pagjumësisë dhe në rritjen e cilësisë më të mirë të gjumit tuaj, citojnë studimet. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive njësoj si qumshti përmban gjithashtu tripofan, prandaj ai mundet të lehtësojë gjithashtu edhe problemet e pagjumësisë, pasi mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar kështu cilësinë e gjumit. Ky lëng është testuar edhe nga studimet për të trajtuar pagjumësinë,
dhe është provuar të jetë një nga opsionet më të mira ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve, për të luftuar problemet e gjumit dhe për të siguruar gjithashtu një cilësi më të mirë të tij. Qumshti i arrës së kokosit është një tjetër produkt natyral shumë i rëndësishëm që mund të ofrojë lehtësim të pagjumësisë. Qumshti i arrës së kokosit përmban nivele të mira të magnezit dhe kaliumit, dy minerale që janë të afta të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë gjumin e mirë. Përveç kësaj, ai zvogëlon presionin e gjakut dhe entjen në veshka. Falsasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet si duhet. Bananet. Bananet gjithashtu përmbajnë triptofan përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kaliumi dhe magnezi. Fruti ka efekte qetësuese për funksionin në mënyrë integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon ndjesinë ngopjes, gjë që rrit dëshirën për të fjetur. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një nga mundësitë më të mira, sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj ju relakson dhe largon stresin, duke ju ndihmuar të flini më të qetë gjatë natës. Në dietën tuaj mund të shtoni qumshtin e bajameve. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë gjumin e thellë. I pasur me magnez, qumshti i bajameve ka provuar të jetë efektiv kur bëhet fjala për nxitjen e gjumit. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka triptofan dhe fal kësaj, trupi mund të prodhojë melatonin. Ky hormon është thelbësor për rregullimin e orareve të gjumit dhe është një arsye pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren të marrin shtesat të melatoninës për të fjetur si duhet në ditën e tyre. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit ka efekte mjaft të mira ushqyese dhe zakonisht rekomandohet gjithashtu edhe kundër dhimbjeve të stomakut, pasi mund të mundësojë edhe një qetësim më të mirë të sistemit tuaj tretës dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet. Siç dihet, kamomili është një nga aleatët më të mirë të tretjes, por nëse konsumohet në mbrëmje i kombinuar me mjaltin, mund të jetë gjithashtu një lehtësues shumë i mirë i situatës suaj. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht produkte të tilla natyrale të cilat mund të luajnë një rol të mirë lehtësues edhe kundër këtyre shqetësimeve. Është e rëndësishme që her pas here në dietën tuaj të shtoni produkte të tilla të cilat do të luajnë një rol pozitiv edhe në rritjen e përfitimeve të gjumit. Kombinoni recetat e duhura me trajtimet e duhura dhe kështu do ta keni më të lehtë t'i thoni lam të mirë problemeve të pagjumësisë. Salmoni. Peshqit yndyror, veçanërisht siç është edhe për shembull salmoni, janë të pasura me acide yndyrore omega 3 dhe vitaminë D. Një kombinim i dobishëm ky për trajtimin e pagjumësisë, pasi ndihmon në prodhimin e serotoninës, e cila është provuar të jetë një nga nxitësit më të mirë të cilësisë së gjumit. Bajamet dhe arrat gjithashtu janë një ndihmë shumë e mirë në aspektin tuaj për gjumin cilësor. Bajamet dhe arrat janë të pasur me melatonin. Gjithashtu ato janë të pasur me magnez dhe kalium, minerale që relaksojnë muskujt. Arrat kanë veti të ngjashme dhe përmbajnë triptofan, një aminoacid që shkakton edhe një gjumë më të mirë. Gjithashtu arrat përmbajnë acide yndyrore omega 3, të cilat do të rrisin gjithashtu nivelin më të mirë të serotoninës në trupin tuaj. Çajrat bimor janë të mirë për gjumin. Çaji i kamomilit përmban doza të larta të flavonoideve dhe apigeninës. Nga njëra anë ato zvogëlojnë inflamacionin që shkakton gjumin dhe nga ana tjetër apigenin është një antioksidant që promovon përgjumjen dhe zvogëlon efektet e pagjumësisë. Lule pasioni njihet gjithashtu për efektet që ka edhe në cilësinë e gjumit, ankthit dhe dhimbjeve. Kivi është një tjetër produkt ushqyes që mund të shtohet në dietën e personave që vuajnë kryesisht nga pagjumësia. Një studim i ri tregoi se kivi ndihmon të flini më mirë dhe të bini në gjumë më shpejt. Besohet se nivelet e larta të serotoninës te kivi janë arsye kryesore pse ato janë aq të dobishme në rastin e pagjumësisë. Ndaj, kombinoni recetat e duhura në dietën tuaj dhe do të keni një zgjedhje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.